Përshëndetje. Përshëndetje Reborn Denia, mirë serdhët në ditën e mërkurë, të mërkurën e mençurisë. Mërkura e mençurisë me temën Zëri yt unik. Ndjes e di që jam pak në vonesë, sa po mbaruam klasën e Rich Soul, me mbrëma, mirë dita, kudo ku jeni. Dhe vazhdoj me temën e zërit unik. Kam emrat e 3 vajzave që kanë zgjedhur për të qenë live sot këtu me ne. Është dita ime e preferuar tani e Reborn Live. Në rastet kur edhe në këto biseda live ku ne ftojmë nga ju të jenë këtu me ne, të bëjmë pyetje, të jenë kurajos dhe të kemi mundësi të japim një qartësi, një të vërtet, një drejtim për zërin e tyre unik, sepse thamë që muaj mars ka të bëjmë me shprehjen tonë, me komunikimin tonë, që është në fakt dhe manifestimi i të vërtetës tonë, e identitetit tonë. Ka një rol shumë të rëndësishëm, qendra e fytit në jetën tonë, në sistemin tonë energjik. Prandaj dhe i dedikuam muajin mars. Përpara se të fillojmë me vajzat dhe të kemi live këtu, duhet të ndaja një përmbledhje të energjisë që sapo është aktivizuar tani, që është kodi 25. Dhe në fakt, përshëndetje Mikri, përshëndetje të gjithë ju që vini, që keni qenë për një kohë të gjatë me ne, mirë se na erdhët përsëri. Për ju që jeni të rinj dhe ndoshta është hera e parë, që jeni prezent në Reborn Live, mirë se na erdhët dhe uroj që gradualisht, duke na ndjekur pak në pak, jepini vetes kohë me shumë dëshirë, dashuri dhe dedikim të gjeni të vërtetën tuaj, unike dhe të vërtetën e jetës. Sepse qëllimi këtu në Reborn është në fund fundit, ndërsa gjejmë potencialin tonë unik, ndërsa duam të fuqizohemi, duam të lirojmë emocione negative, besimet kufizuara. Gjithë qëllimi në fund të fundit është të kuptojmë si punon jeta. Çfarë është kjo inteligjencë që mban gjithçka në kontroll, në harmoni, në drejtim dhe që ne jemi pjesë e kësaj inteligjencë. Dhe nuk e di ju, përshëndetje Rina, nuk e di ju, por unë personalisht jam në çdo moment e manitur nga kjo e vërtetë e jetës dhe më merr të gjithë vëmendjen dhe më duket që ne jemi në një avantazh shumë herë më të lartë nga të tjerët, kur ne kuptojmë të vërtetën e jetës, si punon jeta, mekanizmi. Dhe një nga mënyrat e procesit Reborn është manuali njerëzor, kodi gjenetik, e them këtë për ju që jeni të ri. Faleminderit Jonida. Në fakt unë vërtet mendoj që metodat që ne përdorim janë shumë unike, eksperienca ime dhe Kedit janë shumë unike. Sot kemi ndarë në Rich Soul, në fakt disa realizime që unë kam patur nga takimet mijat me njerëz që suportojnë në takimet private, në mënyrën aq unike që ne përcjellim manualin njerëzor dhe që unë mendojem të radhë në këtë botë, aq më tepër nga ajo që dëgjova dhe sot. Njerëz që kanë qenë tek të tjerë dhe vinë tek ne për të bërë manualin dhe gjejnë dhe kuptojnë një thellësi dhe disa nuanca që janë absolute të domosdoshme dhe që ndoshta nuk i kishin marrë në këto takime të manualit me të tjerë. Gjithsesi, po kodi 25 e kam shumë gjatë sepse kam një nga kodet e mia. Në qendrën time të hapur të identitetit kam vetëm këtë që pulson aty dhe që është këtë javë i aktivizuar dhe që ka emrin pafajësia në gjuhën e manualit njerëzor, inocenca, pafajësia.
Çfarë është në esencë është energjia e dashurisë së pakushtëzuar. Nëse keni dëgjuar deri tani të flitet kaq shumë në këtë 10 vjeçar të fundit për energjinë e dashurisë së pakufizuar, për dashurinë për shpirtin, për zhvillimin shpirtëror, për qasje shpirtërore, në të gjitha esenca dhe ky burim i këtij kodi 25. Në fazën e mëparshme të ekzistencës së njeriut, ku kryesisht lidhja me shpirtin apo lidhja shpirtërore ishte identifikuar vetëm me fen, është shprehur dhe manifestuar si lidhje me njerëz që kanë patur lidhje shumë të forta dhe besime fetare, lidhje me çfarëdo lloj besimi fetar të jetë. Bile dhe sot e tregova në Ritsol një gruaj që e kishte aktivizuar 25-ën, një gruaj që e kisha në takim privat, ndërsa është tani mjeke dhe është futur në këtë rrugtim, do të ndihmoj gratë të fuqizohen dhe gjithçka që është kodin e saj. Kur e pyeta si ka filluar ky udhtim për ty, më tha që ka udhëtuar Diana kur ka filluar kur unë kam qenë shumë e re. Dhe ka filluar me dashurinë për besimin fetar, dashurinë për kishën. Dhe sigurisht është ky kod që të gjithëve na ka iniciuar tek një energji që ndoshta nuk kemi ditur ta shpjegojmë. Por është quajtur energjia për Zotin, energjia për universin, energjia për burimin, energjia për e pakushtëzuar, energji universale, energjia e dashurisë për shpirtin. Dhe prandaj këtë javë, në radhë të parë, mund të keni edhe mund të jeni të ftuar të bëni më shumë reflektime për këtë esencë tuajën të pafajësisë, për këtë dashurinë e pakushtëzuar që ne ndjejmë në jetë. Dhe megjithatë, siç ju më njihni, unë nuk jam shumë partizane e klisherave, sepse në fundit njerëzit pyesin Diana, apo si ta gjej këtë dashuri për shpirtin? Çfarë është kjo dashuri për shpirtin? Ndërkohë që mund të ketë qenë manifestuar në të kaluarën si dashuri për fen, si dashuri për simbole fetare etj, jemi në kërkim, në varësi të kodeve të saktuara që mund të keni, jeni në kërkim. Dhe mund të keni qenë në kërkim të mënyrave të ndryshme, derisa keni mbërritur në programe, mësues, mentor, në mënyra të ndryshme të iniciimit, sepse gjithë ky kod 25 është i lidhur me 51 dhe gjitha i kanalu në quaj është kodi i shamanikëve, kodi i zgjimit, kodi i shokimit drejt dashurisë më të lartë. Na ndodhin situata në jetë që të na zgjojnë pafajësinë tonë. Është një esencë, është një kod që gjithë e kemi. Të 64 kodet janë të aktivizuar. Pavarësisht që njëri e ka të themi me ngjyrë apo pa ngjyrë në mënyra të ndryshme, por është gjithmonë kërkim dhe i esencës sonte, i pafajësisë sonte brendshme. Dhe në zhvillimin e tij ky kod kalon në 3 faza, kalon në fakt në shumë faza, por ne për efekt ose inteligjenca e kodit gjenetik na paraqet vetëm 3 faza për thjeshtësi të mësimit. Pra, ndërkohë ju që kemi dhënë emrat, kam 3 vajza që më kanë dhënë emrat, lutem bëni kërkesën në mënyrë që t'jeni live me mua sapo të mbaroj këtë mendim. Dhe unë në fakt do lexoj emrat që ju t'jeni gati dhe të dërgoni kërkesën. Atëre, vajza e parë do jetë Ina Simaku. Ina, jam shumë e lumturuar që do jesh sot këtu me ne. Ina Simaku, Rina Biba, këdi një vajzë tjetër tha nuk mundet, është në punë, Gentiana Cane, janë 3 vajzat. Atëre, 3 shkallët që ngjit ky kod në përjetimin ton të dashurisë për shpirtin, të dashurisë për jetën, të dashurisë për pjesën jo fizike. Fillimisht krijohet, sepse është një kufizim në jetë, krijohet nëpërmjet kjo pafajësi takohet, përqafohet nëpërmjet
krijimi të kufizimeve në jetë. Dhe çfarë na mëson ky kod, si në hapin e parë, në këtë polaritetin e ulët, kur duket sikur kemi një gjendje negative, kur gjërat nuk po ecin, sikur dikush na bëri diçka, është hapi që ne të kuptojmë që të kalojmë tek acceptance, tek ta pranosh, pafajësia pranon. Pafajësia duket si fjalë e madhe, por në fundit është një kapacitet yni që ti pranojmë gjërat dhe të jemi në atë energjinë e pafajshme të fëmijës, sepse ajo ka burimin tek shpirti dhe është një kapacitet shumë i fortë. Prandaj shamanikët me këtë energjinë e dashurisë për shpirtin dhe për universin, ata krijuan shërimin, krijuan njeriu shumë të fuqishëm. Por nga vjen kjo fuqi, si aktivizohet? Pra fillimisht duke qenë ne prezent dhe duke e akceptuar situatën. Dhe dua t'ju kujtoj që kodi 25, ndërsa është në identitetin ton, në qendrën e identitetit, në zemrën ton, është zemra shpirtërore. Në të njëjtën kohë ai ndihet në trup. Është një lloj, kur ne jemi duke kaluar një situatë të vështirë, është një përjetim fizik, ndihet në trup dhimbje. Pra ne ju them gjithmonë që hapi parë është gjithmonë të jemi prezent me sensacionet tona në trup, çfarëdo që t'jenë ato, jo mendja. Mendja është hapi në vazhdim. Fillimisht, të paktën për këtë kohë që po flasim, do jesh prezent me sensacionet e tua fizike. Nëse do kuptosh anën, do ta pranosh anën emocionale, ndjesin. Do jetosh dhe do përjetosh emocionin. Do jesh plotësisht okej me gjendjen emocionale sa do e vështirë të jetë. Dhe në fazën e tretë ne quhet procesi ai që quhet e përqafon, e embrace. Dhe ti mund ta bësh këtë kur fut pasaj kapacitetin mendor. Pra është ndjesia fizike, emocionale dhe pastaj është mendimi që thot çfarë mësimi jam duke marrë këtu, çfarë kuptova këtu, pse ndodhi kjo gjë. Dhe atëherë fillon këto treja këto bashkohen dhe ti embrace këtë e përqafon të dashuri për gjithçka që ndodh, për çdo fenomen të jetës. Është dashuria për shpirtin, do të thotë që të kesh besim në jetë, që shpirti yt është duke të dhënë dhe duke kaluar në situata që ti mund t'i përballosh, se duhet t'i përballosh dhe do të çojnë ty tek esenca jote. Në rit sot ne folëm pak gjatë dhe unë përdora metaforën e fronit të shpirtit. E kemi thënë që identiteti, qendra e identitetit, ai rombi me ngjyrë të verdhë, është qendra e zemrës së lartë. Është zemra fizike, trekëndshi i vogël i ujillit dhe zemra shpirtërore. Kjo zemër shpirtërore ka të bëjë me identitetin ton dhe aty është një fron. Në atë fron na është ulur shpirti. Dhe sot kemi postuar dhe uroj ta keni lexuar të gjithë postimin në edukimit në lidhje me emocionet tona. Kemi filluar me emocionin e dashurisë, kur është pa ekuilibruar. Lexojeni me vëmendje, keni një të vërtetë shumë të thellë aty. Dhe kemi prekur përjetimin e eksperiencës së dashurisë në partneritet, në intimitet. Çfarë ndodh? Pse kur është një dashuri intensive, pse krijohet çrregullim energjik dhe çfarë ndodh me shpirtin. Dhe në mënyrë metaforike, them shpirti kur krijohet një çrregullim energjik del nga froni. Në mjekësinë kineze këtu është qendra, është esenca jonë, ajo që quhet shen në mjekësinë kineze. Dhe kur kemi turbullir energjike këtu, duket sikur esenca jonë, identiteti, drejtimi ynë në jetë del nga froni, del nga vetja jonë. Dhe çfarë ne përjetojmë e keni të shkruar në postin që u postua sot në ora
diku 7. Uroj ta keni lexuar. Dhe që këtë javë të jeni të rikujtuar për çfarë veprimesh, çfarë mendimesh, çfarë situatash, çfarë emocionesh mund ju të përjetoni dhe të kuptoni që hapin zemrën tuaj drejt një dashurie që është për shpirtin dhe që i jep besim dhe drejtim ju në jetë. Disa gjëra varen nga ju, por shumë gjëra varen nga drejtimi dhe inteligjenca e kësaj energji, është energji kjo që ulet në fronë. Duken si abstrakte, por nuk janë abstrakte, sepse energjia nuk është më abstrakte. Energjia është sistem, është studiuar tani nga fizika kuantike, është studiuar nga mjekësia e lashtë, por është e konfirmuar e provuar tani nga mjekësia e fizikës kuantike, nga mjekësia holistike, psikologjia dhe çdo lloj mjekësie energjike që quhet. Prandaj është shumë e rëndësishme që froni në këtë zemër, në këtë identitet, të jetë aty gjithmonë dhe natyrshëm energjia e shpirtit e drejtimit tënd do ketë një vend ku të ulet rehat. Dhe kodi 25, porta 25 e aktivizuar këtë javë është qendra, esenca e këtij fromi. Atëherë, kalojmë tek fyti dhe zëri unik. Të shoh kë kam kërkesë këtu. Ina, jam duke të pranuar. Hapim manualin. Përshëndetje Ina, mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Atëherë është mrekulli të hapim sot Ina me dizajnin tonë dhe jemi një moment, se nuk e pas kam të hapur. Ndërkohë, Ina, ndoshta mund ta prezantosh veten nëse ndihesh rehat. Po, më duket sikur jemi vetëm ne të dyja që po flasim. Ne dhe 100 të tjerë. Mirëmbrëma. Unë quhem Ina, jam 34 vjeçe dhe jam mama prej 13 vjetësh e 2 muaj dhe për momentin punoj në një punë që nuk më përfaqëson 100%, po e di që më duhet. Jam te faza e pranimit. Dhe po mundohem që të mësoj sa më shumë dhe besoj që rruga ime këto të paktën 8 vitet e fundit ose 9 vitet e fundit ka qenë vetëm të mësoj. Çfarë do të gjë që jeta më hedh. Yes. Dhe Ina, se duan ka kuriozitet, po, është mbesa e të mrekullueshme së parashiri të ratohen në këtë pikë. Dhe ngjan shumë me parashivin. Prandaj sot jam prapë me kampar, kështu që ndoshta nga fotot nuk njihen shumë. Shumë ngjan me parashivin, e kemi thënë që ke një ngjashmëri sulmanice. Dhe ja ku e kemi Inën si një projektuese splenike. Ina ti je e familiarizuar pak me manualin, por jo shumë. Okay. Dhe ka qenë manise që unë kam patur mundësi të kemi bisedë më parë me Inën. Më ka folur që ka qenë në këtë rrugtim të gjetjes së vetes, që për mua nuk ishte as pak surprizë në momentin që pashi ishte projektuese. Dhe 4-6 e profilit 4-6. Ina, sot ne këtu jemi kryesisht për zërin tënd. Çfarë është shpreha e zërit tënd unik dhe ajo gjëja e parë që do të thoshja është që në rast të parë si projektuese ti je këtu që ti jesh ta përdorësh zërin tënd, ti jesh në drejtim. Edhe këtë besoj e mban mend. Dhe ndërsa ti fole për punën që në rast të parë ti je në atë sa po hyn në fazën e dytë të profilit 6, është faza e dytë nga mosha 30, 45 dhe në 50, që është një
rigjenerim, një proces transformimi fenomenal dhe që ti do kesh në xhep një fjalë dhe vetëm një fjalë durim, durim, durim. Sa po folëm në rritësol për këtë gjë. Që do të thotë, kudo që ti je në vendin e duhur, sepse profili jashtë është në destinacion. Dhe aty ku je, edhe ne kemi thënë se je në vendin e duhur sepse je në drejtim, je me njerëzit. Dhe drejtimi nuk ka nevojë që të jetë patjetër njerëzit jenë CEO, të lindin CEO, të bëhen CEO me njëherë, no. Drejtimi dhe ti ke drejtimin demokratik. Në fytin tënd janë 6 kode të aktivizuar. Edhe shumë e natyrshme për një projektues që të ketë një aftësi shprehse, drejtuese, fyti dhe drejton nëpërmjet fjalës, të lidhur me identitetin tënd, në një mënyrë me gjithë kanalin njëtet që ne quajmë është kanali të qenurit unik dhe artist në të njëjtën kohë. Pra, gradualisht një jetë do fillosh të krijosh dhe shumë art. Ajo do vi gradualisht. Për tani ti do kuptosh mbi të gjitha që unë jam këtu të komunikoj me qartësi dhe t'i jap njerëzve. Dhe nuk ka nevojë ky komunikim të jenë fjalët elokuente. Nuk e kemi fjalën për atë shprehje, por e kemi që njerëzit e vlerësojnë, e dëgjojnë, e kuptojnë shumë fjalën e projektuesit, sepse është esenca e energjia. Ndjes, kam gjithë ditë një flas. Është esenca e fjalës që jep njerëzve një mençuri për jetën e tyre, një drejtim. Edhe kjo është gjë e parë që mësojnë projektuesit, sidomos me këtë fyt që ti mund ta kesh parë në manualin tënd. I ke gjitha kodet e shpirtit i vjetër, njeriu që kërkon progres, njeriu që do kalojë në jetë me cikle, dhe asnjë nga këto nuk ka të bëjë me atë energjinë e drejtimit që ne njohim, mund të kesh ketë parasysh bota, se ti ndoshta e ke marrë qartësinë, por bota je këtu të japësh një shembull drejtimi shumë të thjeshtë. Je një vesh dëgjues shumë i mirë. Je një inkurajim për njerëzit, një fuqizim, si ata të jenë vetja, si ata të ndihen të dëgjuar, por dhe të ndihen të fuqizuar. Edhe ky fuqizim nuk do vi patjetër në rastin tënd, as nga shkollat, as nga gradat, as nga diplomat, as nga achievement, do vi thjesht sepse është një shpirt i ynë, kërkon të komunikoja, i froni që fola deri tani, në rastin tënd do të shprehet dhe shprehet shumë mirë nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet këngës, nëpërmjet poezive, ke energjinë e shkrimtarit, sepse nuk do të thotë që ne flasim vetëm me të njëjtën gjuhë. Gjuha e komunikimit është gjithashtu dhe gjuha e shkrimit. Dhe ti ke shumë të theksuar energjinë e shqiptarit. Më fal, e shkrimtarit dhe shqiptarit patjetër. Kjo është në lidhje me esencën tënde. Çfarë është një pyetje tënde specifike, Ina, që mund të japim përgjigje? Specifike. Ndonjëherë nuk arrit, domethënë nuk di si të interpretoj shumë sinjale që më vinë. Dhe sado që pyes veten apo personat që kuptojnë më shumë se unë ose që kanë sensibilitet apo nuk e di në këtë profil që ti shikon, si mund të bëhem më perceptive ndaj sinjaleve, nuk e di nëse është e qartë pyetja. Si ti kuptoj sinjalet? Sinjalet janë të shumëllojshme. Për çfarë sinjalesh e ka fjala Nina? Për shembull, shumë koincidenca, që ne themi që nuk janë koincidenca. Nuk e di, shumë shoh gjatë gjithë kohës shumë numra, të njëjtat numra gjithmonë. Dhe nuk e di, them, okay, çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të nuk arrit dot, nuk e di nëse ka një sens apo ka një manual për libre. Pyetja e para Irina. Ti do marrësh vazhdimisht sinjale për te numrave, sepse për të gjithë ju, Ina kanë atë që unë e quaj brendi, asaj drejtimi saj kryesor në jetë,
portën mistike, 61. Edhe me këtë port i do shërbesh njerëzve se ke në linjën 4 në shërbim, në network, në grup, dhe jam shumë e mrekulluar që jena do edhe në retreat me ne, është tamam vendi i mistikëve, vendi ku ne takojmë mjeshtrinë unike që thamë fytin, një teta kush është unikaliteti im, i shoqëruar me hapjen e vizioneve, me hapjen e botës sonë vizionere, unë i quaj misticizmi është vizionet e brendshme. Ky është kodi yt kryesor dhe 61-shi, nëse mund të quhet sfidë, që më vonë do jetë jo sfidë, po të potencial për shpërthim dhe mençuri për ty. Po për momentin është i vendosur në këtë kokën tënde që është komplet e hapur. Dhe vijnë kaq shumë dhe kanë ardhur kaq shumë informacione sa vazhdimisht e qenë në presion. Çfarë të mendoj? Je vazhdimisht në presion dhe do bësh paqe me këtë presionin derisa më vonë nuk do jetë më presion. Por për tani, në këtë kokë të hapur, në këtë presion, është vetëm ky çengel që si një antenë që vazhdimisht sjell sinjale, ti quhen sinjale, janë downloade, përgjigje, fletësh antena që është e lidhur me botën e të panjohurës, të paditurës, përtej fizike, ke pyetje vazhdimisht. Dhe më duhet kam thënë herën e parë që do bësh edhe do krijosh një mënyrë rutine që ti shërbesh polaritetit që ka ky të ullët ky kod që të mendoj më shumë se ç'duhet. Është overthinking këtu. Dhe ti do krijosh një stil jete kur do ta ndihmosh ti kokën tënde, këtë që quhet koka e inspirimit dhe procesimit mendor, që të toksohet dhe mendimet të jenë mendimet asnjëherë nuk do pushojnë, por jo të kalojnë në presion, të bëhet overthinking. Do kaloj vëmendje në trup, do kaloj vëmendje në gjëra të tjera që të mësojmë. Dhe këto simbole që vinë, 61-shi thotë je prej se okay, çfarë janë. Nëse ti e ke fjalën për numrat janë gjuha e universit. Ekziston në Lighthouse, ne kemi një libër të plot për gjuhën e numrave. Edhe janë të detajuara që nga 1-shi në 10 dhe sekuenca të ndryshme numerike, çfarë kuptimi kanë, çfarë të bësh etj. Pra e kemi një libër për atë. Pra e para ka një kuptim. Kuptimi universal, pa kaluar në këtë specifike që është në libër, kuptimi universal është që universi është duke të thënë ty je në rrugën e duhur. Keep going. Ky është përgjigja e përgjithshme. Është duke të thënë ty Ina, ti ke lidhje me mua dhe ne jemi duke komunikuar, thot ai xhaxhi. Pra është duke të thënë që jam këtu, jam present. Në varësi nga nevojat e tua, ndonjëherë ti je duke bërë një pyetje, ke një paqartësi dhe nëse në atë moment ti sheh një lloj përputhje të tillë, atëherë është një lloj përgjigje për ty. Nëse ti ke filluar ta përdorësh, nëse ke filluar të bësh procese të praktika që bën pyetjen që i bën të vetëdijshme, jo kështu spontane. Bën pyetjen, je në meditim dhe gjë e parë që ti sheh kur hap syt, mund të jetë një numër, mund të jetë një simbol, ka janë proceset. Po vjen zakonisht shumë nga universi, domethënë nga dita, nuk është që mendoj kur meditoj jam në blackout total, domethënë nuk është që është komplet një gjë tjetër, këto janë sinjale me vërtet që vijnë më shumë nga jashtë. Yes, unë jam duke të thënë, për atë kisha dhënë fjalën nga jashtë dhe jo në meditim, por jam duke folur për një praktik që përdoret për zhvillimin e intuitës dhe për marrjen e përgjigjes nga mesazhet. Por nuk dua se ndoshta bëhet konfuze këtu. Do ta dëgjosh edhe një herë në riregjistrimin, por jam duke thënë këtë, jo në meditim, vendoset një synim, ke një pyetje, ke një kuptova. Syt dhe kur unë të hap syt, shënjë çfarë unë shikoj për herë të parë është duke të dhënë ty një sinjal. Ti hap syt edhe shikon. Unë për shembull, themi një shembull. Isha duke zgjedhur një kohë sistemin për të bërë website-in. Të marrë këtë sistem apo të marrë atë sistem. Isha ulur te dritarja dhe
e bëra këtë praktik. Në moment hapa syt, shikoj një vinç të më ndërtohesh një pallat i lartë në Toronto. Hap syt tek vinçi, a nuk është shaka, I'm not joking, te vinçi ishte shkruar Groove me 2 o. Edhe pyetja, kur e shanset, imagjino. Pyetja ime ishte, të përdor këtë sistem apo të përdor Groove? Sistemi që unë përdor sot për website-in është Groove. Dhe kur hava syt tek Vinci, që nuk të vinte mendja kur, se do shikoja unë një Vinci atje tutje, Groove. E thash thjesht si një praktik për Rino dhe për të gjithë ju të tjerët. Pra, do jesh gjithmonë në kërkim të misticizmit, sepse për këtë ke ardhur të sjellësh mistike në tokë. Edhe me temën tonë të jetës naja, të krijosh një tokë të re, një mënyrë të re të përjetimit të ekzistencës njerëzore, duke përfshirë dhe ligjet mistike dhe një mendje shumë të hapur të kalkuluar, të tokëzon ty të bësh kalkulime, por kalkulime që janë të dimensionit që them. Ata që bën piramidat e Egjiptit, kur shija Akropolisin në Athinë, thoshja, këta njerëz nuk e kishin bërë shkolla. Edhe për gjysmëore kam bërë bisedë me bashkëshortin. Le të shkojmë mbrapsht si kanë bërë këta arkitekt. Pse arkitektët tani nuk e bëjnë dot këtë? Sepse edhe këtë përgjigja ime ishte, edhe po flas për kodin ton tani 62. Sepse është kodi i arkitektit, është kodi logjik. Mendja e tyre në atë parë arkitektët ishin dietar, nuk ishin thjesht vetëm arkitekt, ishin njerëz të studiuar, njerëz të besuar, njerëz që lidheshin me universin, njerëz të hapur shumë dimensional. Nuk ndërtoheshin dot piramidat apo ato kryevepra të tjera me 2 dhe 2 bën 4. Kufizimi i këtij kodi është 2 dhe 2 bën 4. Dhe ti mund të shprehësh në mënyrë shumë të kufizuar, se po flasim për zërin e fytit 62-shi, ose ti të kesh një mënyrë të menduar dhe të shprehurit që i lë vend alternativave, opsioneve, shumë dimensioneve, dhe jo të parë në formë të kufizuar. Kjo për sotina, në lidhje me fytin tënd, dhe ridëgjohej, se kur ta ridëgjosh do marrësh shahat të reja. Të falenderoj që ishe këtu. Faleminderit. Ishte shumë mirë. Është kënaqësi me surprizë të shoh dhe në retreat. Në fakt, për të gjithë ju, për ta ditur, në fakt vajza tjetër, Ina, ti mund të largohesh, është po që lexoj emrat dhe një herë. Rina Gentiana atëre. Po pranoj Gentianën. Ina, ti mund ta mbyllësh te kryqi. Gentiana. Dhe meqense ju kemi të gjithë këtu, zaroni që në datën 30 mars mbaron afati i pagesës me 3 kërste. Gentiana. Në 30 mars ju keni afatin e pagesës me 3 kërste për Trajbin. Trajbi është duke u kompletuar, retreati është duke u kompletuar për ditë, prandaj merrni kohë të regjistroheni që të siguroni vendin tuaj. Gentiana, le të kërkojmë në... Është se na erdhe. Përshëndetje të gjithave. Mirë se u gjej. Gentiana. Në kujto pak mbi emrin? Sane. Gentiana, je familiarizuar me manualin? Po, kam lexuar vetë. Më pa. Më shumë nga kurioziteti. Për të ditur më tepër. Patjetër, pse nuk po të gjejëm këtu? Me j Gentiana apo me i? Po, me j. Po. Nuk të gjej, kam si duket nuk e kanë. Kështu që Gentiana, atëherë do ta bëjmë shpejt bashk, nuk të kam në sistem. Pa problem. Jo, është për mua problem se zakonisht
duhet I kem në sistem, por me qënë se të kam këtu. Okay. Dita e lindjes, viti? 11, I 9, 1991. Okay. Ta filloj me vit, 1991. Po, I 9, 11. Okay. Virgjeresha. Ora? 7:30 AM. Dhe lindur në qytetin? Më I afërti është Korç Albania. Korç. Perfekt. Atëherë Gentiana. Çfarë është pyetja jote, Gentiana? Nëse do të kisha një pyetje, do të ishte cila do ishte strategjia e duhur për të ndjekur në këtë lloj cikli të jetës? Strategji. Është një pyetje shumë universale. Ju më thon strategjia e duhur për të ndjekur në Atëherë Gentiana, është qeshim sepse për një orë gjysmë të rritë sot për këtë folëm sot që njerëzit në njerë kërkojnë ose bëjnë pyetje që çfarë është misioni im I jetës? Atë të pyes për diçka tjetër. Çfarë mënyra praktike apo jo? Përqendrohemi një herë te këto që shoh këtu, por nëse për zërin, për fytyn, për komunikimin, se kjo është tema, është unik, nëse kishe ndonjë pyetje, Gentiana, është e çuditshme që dhe shumë interesante që je në të njëjtin grup si Ina, Splenike Projector. Një tjetër projekt. Faleminderit që ekzistoni. Dhe vetëm ndryshimi është që ti je profili 2-4. Fyti yt është ti e ke dëgjuar atë që batutën që përdor gjithmonë me shumë dashamirësi për fytin e hapur, që janë njerëz që nuk presin radhën për të folur, ose nuk flasin fare, ose flasin më shumë se ç'duhet. Ku e gjen ti veten në raste të veçanta? Në përgjithësi, sipas situatave, me njerëz shumë të afërt mund të jetë pjesa që mund të flasë edhe më tepër, ndërsa me njerëz jo të afërt ose profesionale mund mos flasë edhe fare. I kam të kombinuara. Në shtëpi për shembull, se ti je rehat në shtëpi. Je nga ata që mbush tavolinën në biseda? Po, shumë. Domethënë është qendra e vëmendjes. Pak a shumë edhe pjesa profesionale, sepse është mjekësore. Edhe normalisht ka shumë pyetje në lidhje me temat mjekësore, është gjithmonë që duhet të flasësh edhe je aty I dëgjuar. Ti je mjekë. Po, në mjek si punoj, po. Interesante, sot pas ka qenë dita e mjekëve për mua. Dhe e konfirmon këtu shumë qartë që ke dhe të kanalin e trupit fizik. Dhe Gentiana, gjë e parë që do të thoshte Diana. Po, ti je si projektuese do të jesh dhe je krijuar të jesh në qendër të vëmendjes. Ti je nga ato projektuese që unë them gjatë që ka mbajtur pak me hatër. Ti në fakt ke zgjedhur të kesh një jetë shumë dinamike dhe të bësh të kesh shumë impakt në këtë jetë. Dhe ti ke kërkuar, ai xhaxhi ka shkruar, i keni firmosur të dy, go. Jam e sigurt që e ke ndjerë këto në jetën tënde. Nga ana tjetër, me se po flasim për fytin dhe për një projektues me fyt të hapur, Diana do të ftonte që të kujtoj atë shprehjen që unë përdor gjithmonë. Midis impulsit dhe përgjigjes ndodhet një hapësirë. Në këtë hapësirë është fuqia. Dhe qendra e fytit nuk e prek dot këtë hapësirë. Ka një presion, sidomos ti që ke kokën të hapur, je gjithmonë në presion për të menduar, për të dhënë përgjigje pyetjeve. Shumë nga këto pyetje nuk janë të tuat, janë të komshisë, janë të botës. Ti je vazhdimisht aty për duke menduar dhe kjo krijon pastaj edhe një presion në fyt për t'i shprehur, duket sikur të liron ty. Por janë dy gjëra që ndodhin. Ndërsa ty të duket sikur të liron, krijon dhe ngarkesë në gjendrat e tua tiroide. Dhe si projektuese që je,
ti ke ardhur ta mjeshtrosh, ta kuptosh në radhë të parë energjinë tënde, dhe gjithë njerëzve në fakt, por në fillim tënde, dhe ta përdorësh si diamant. Sepse duke qenë projektuese dhe ju merrni shumë energji nga jashtë, qoftë edhe nga qendra sakrale, keni dhe ndjeni ndonjëherë sikur jeni super energjik. Edhe jeni, se prandaj e krijuar jeni super energjik. Por kjo super energji që të mos digjet, konsumohet, duhet të ketë periudha të pushimit, të integrimit, të qetësisë, në mënyrë pas një lloj kompromisi. Nëse kjo energji tëndja ka që fuqishme, qoftë intensive, ka presion që vazhdimisht të flasi, ajo nuk është më mënyrë eficiente e përdorimit e energjisë. E para, pra në radhë parë për ty, për vetë Gentianën, të krijohet një balans brenda trupit tënd që është shumë i rëndësishëm. E dyta, njerëzit e tjerë nuk do ta mirëpresin, nuk do ta pranojnë patjetër, nuk do ketë njëjtin efekt, impakti yt, zëri yt, këshilla jote kaq me vlerë. Sepse në fakt njerëzit nuk duan gjithmonë, njerëzit duan një hapësirë, duan një lloj qetësie. Ndonjëherë projektuesit e harrojnë këtë, sepse janë një zjarr, po mos kjo dizajni këtu. Ka një zjarr që do vazhdimisht të penetrojë, të dëmojë, të lëvizi. Kape veten. Hapi parë është ta kapësh veten dhe të rikujtosh që nuk ka nevojë gjithmonë të komunikosh, por të mjeshtrosh gradualisht, të jesh sa më të gëzuar dhe të je të gëzuar. Normalisht nuk duhet kesh dhe nuk e probleme me të gëzimin, në kuptimin, vjen me të gëzuar. Nuk e di tani nëse i kanë lejuar qendra jote emocionale, qendra jote e vlerave, qendra e kokës, e gjithçka tjetër, qendra e identitetit të hapur, ti kërkon vazhdimisht vëmendje. Është për shembull, Ina ishte projektuese me një sistem pak tjetër, është i njëjti grup, po ka tjetër sistem energjik. Ndërsa ti je vazhdimisht që e vogël, ke dashur të jesh në qendër të vëmendjes dhe është mrekullueshme kjo gjë. Sa është balanci dhe ku i ti bësh gjërat sepse kërkon të tregosh vlerën tënde, është qendra e vlerës e hapur. Kërkon që të marri vlerë, të kuptoj vlerën. Nëse ti je rritur në familje shumë të shëndetshme, në familje shumë aqësore me vlera, të kanë ndihmuar ty që të kesh ushqyer vlera të shëndetshme. Jo nëpërmjet ta qendra e fytit e hapur e kërkon vlerat me imponim. Kërkon të tenshme. Dhe nuk mjafton kaq që firmosur dhe për kodin 26. 26 ta kërkon vëmendje. Do të jetë në skenë. Dhe nga ana tjetër ti duhet të jesh në skenë, sepse je, kur themi skenë, dhe skenë metaforike, në drejtim, visible, sepse je dhe projektuese. Dhe këto janë ato avantazhet që fola. Gjithçka tjetër është thjesht awareness, mjeshtëri dhe krijimi i një modeli të ri mendor. Ndryshe truri yt konfuzohet dhe fillon i dyshon gjërat. Janë të dy kodet. Njëra dyshohet, të bëjmë së bëj, ai tjetri krijon konfuzim se të vinë shumë kërkesa dhe ti, nëse nuk i lejon ato të integrohen, nëse ti nuk, se ti ke ardhur të mjeshtrosh prezencën, këtë hapësirën që unë fola, ti ke ardhur ta mjeshtrosh në nivelin më të lartë. Edhe kjo nuk është kollaj për një projektues. Thank you. Jo, thjesht në proceson, se dhe gjëra tjera. Jo, okay. Do kem momentin do me në një mënyrë të devajuar me vonë me ty vetë, kështu që është okay. Jam me sigur sepse ke një impakt i jashtëzakonshëm për të dhënë. Kam aq shumë për të thënë, Gentiana. It's okay, do jetë në një moment. Kjo e them dhe për të gjithë. Ju që jeni këtu, prandaj ju quaj shumë kurajoze. Ju nuk jeni vetëm për veten tuaj. Më beso muaj që këto që të thash janë edhe për të tjerët. Janë dhe të tjerët që janë me fytin e hapur. Unë jam e sigurt
sigur që ti e ke mjeshtruar disi dhe je e ndërgjegjshme për këtë gjë. Unë thjesht dua të kujtoj se shoh kaq shumë hapje dhe intuita jote gjithmonë të ka mbrojtur, do të vazhdoj të mbrojë, por nga ana tjetër do të mbroj shumë dhe menaxhimi i energjisë emocionale dhe kuptimi i energjisë. E ke, jam kurioze Gentiana, megjithëse edhe je në mjeksi, je futur në të botën e të kuptuarit të mjekësisë energjike. Është e pashmangshme sepse përveç se mjekësisë profesionale që shpjegohet me anë të shkencës, është edhe mjekësia ndihmëse, që normalisht merret vetëm nga energjia atyre që na rrethojnë, bimëve, tokës. Normalisht që ti do mendosh edhe pjesën tjetër që nuk është e shpjeguar nga shkenca, kështu që normalisht do fillosh të kërkosh më tepër. Kjo është mrekullueshme për një njeri në mjeksi, nuk mendoj që të tjerët e kanë kaq të natyrshme dhe normale. Sot që no? Je ke të natyrshme se je projektues. Dhe ju lindni me këtë ndjeshmërinë, nuk është mitësh, është ekzistencë, ju jeni një me ekzistencën e energjisë. Kështu që absolutisht dhe aty do vej për ty, sepse mjekësia është një rrugë kalimi drejt mjekësisë energjike në rastin tënd. Ke një energji drejtuese të jashtëzakonshëm. Ndihesh në drejtim? Jo vetëm si përkuese, po ndihesh në drejtim. Po. Yes. Është shumë lehtë. Natyrshme dhe duhet jesh në drejtim. Është okay. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Gentiana, ndërsa për të tjerat ke sigurohu që të kesh gjithmonë për atë strategjinë që më fole, që ti të kuptosh të vërtetën tënde, meqense ke kaq shumë të qendra të hapura, dhe jam i sigurt që e ke, sigurohu të kesh një njeri, shok, shoqe, prindër shumë të afërt me të cilët ti mund të flasësh dhe ata vetëm dëgjojnë. Dhe ti atë gjë që do të bësh, pyetje, ti merr nga vetja jote, por të kesh një vesh dëgjues shumë. Kjo është strategjia numër 1 për ty. Strategjia tjetër është kjo ftesa e mrekullueshme. Prezencë. E kam lexuar. Po. Faleminderit. Ishte mrekullueshme. E mrekullueshme dhe do na nderosh aty ku je. Na duhen njerëzit në mjeksi si ty. Patjetër. Ciao. Ciao. Kisha edhe një emër tjetër e ti, por nuk e di nëse është këtu. Alinda, faleminderit. Rina Biba ishte një vajzë tjetër që, por nuk është këtu duket, sepse duhet të kemi unë në sistem, prandaj i thrasim me emra. Ina nuk është këtu. Ina je këtu, Ina Biba, Rina Biba. Dua sepse kur ju vendosni emrin, i merrni dikujt tjetër radhën, dhe ne mund të kishim zgjedhur një njeri tjetër. Damian e Diona, thotë, është era e parë që ju shikoj, atëherë unë po lexoj pyetjet tuaja. Është era e parë që ju shikoj çfarë bëni ju. E Diona, që të tregosh çfarë bëjmë ne, do një na dimër me uxhak. Gjë e parë që Diana do të sugjeronte, në radhë parë miserde, Diona dhe të gjithë ju të rinj, miserde në Reborn Albania. Gjë e parë, kushtoj vetes 5 minuta dhe tek profili ynë lart, lexo pak më shumë çfarë bëjmë. Filloj me manualin njerëzor, është hapi i parë. Të vjen libri në moment sa fut të dhënat. Qëllimi ynë dhe puna jonë është e dedikuar të ndihmoj njerëzit në gjetjen e unikalitetit të tyre, qëllimit të tyre në jetë, nëpërmjet një procesi me 5 hapa që quhet Experienza Reborn, duke kombinuar shumë metoda dhe terapi, modalitete më inovuese në botë. Plus, për ata që më njohin nga afër e din që unë jam me Katin, mentoret e kësaj faqe dhe jemi shumë unike në llojin tonë. Në kuptimin e vërtetë të fjalës. Rushdie nuk e kam këtu. Arli, Rushdie.
faleminderit për zemrat. Nuk më ka bërë kërkesë. E flas me skuadrën. Atëherë, unë vuaj nga ankthi, Ediona. Ankthi është një ndjesi, një emocion, një gjendje trupore që ne mësojmë në jetë. Faleminderit për pyetjen dhe për kurajën që shpresh këtu. Dhe ne si fëmijë ne nuk lindi me ankth. Fëmia nuk një ankth, anxiety që quhet në anglisht. Por në jetë ne e mësojmë këtë gjë nëpërmjet ngjarjeve, nëpërmjet përjetimit, njerëzve që kemi për qark, sensorve, informacionit që marrim nga jashtë, në varësi nga kodet e tua, në varësi, kodet janë pjesë e kodit gjenetik të ndin, blueprinti yt unik i jetës, unë e quaj me fjalë të thjeshta kontrata e jetës. Nëse ti ke në një predispozicion atë kontratë që ti të përjetosh këtë ankthin sepse ke një gjendje intuitive shumë të zhvilluar që bashkohet ose përjetohet me disa frikra në jetë që kanë të bëjnë me pjesën e trurit, të mbijetesës së trurit, pjesa e mbijetesës së trurit. Dhe mund të ketë një aktivizim më të fortë. Gjitha këto ankthi është iluzionar, nuk është i vërtet, por janë impulse, sinjale që vinë nga truri në trup dhe trupi i përjeton si një ndjesi të forta. Kodi që sapo folëm, për ju që erdhët tani do ta dëgjoni në regjistrim, nga e para folëm për kodin e kësaj jave, sepse edhe ky kod ka një lidhje me sensacione fizike që ka bile edhe deri tek ankthi. Dhe unë shpjegova se sikur shpirti që ulet brenda në identitetin ton, kur largohet nga emocionet e ngarkuara, nga prishja e ekuilibrit të zemrës që kemi shpjeguar sot në postin e ditës së sotme, atëherë energjia që quhet është një energji, pjesa e shpirtit. Si të thuash, nuk ndihet rehat në fronin e vet në zemër dhe largohet. Mirë po, ai shpirt është drejtimi në jetë dhe ne fillojmë të jemi konfuz. Në momentin që mendja ndihet konfuze, dërgon sinjale në trup dhe aktivizon qendrën splenike dhe qendrën e trurit të frikrave. Pra janë disa fenomene që ndodhin. Kjo është për edukimin tuaj. Janë fenomene, sinjale që shpërndahen në trup dhe krijojnë këtë ndjesi sikur diçka po ndodh. Nëse mund të kesh një kod që ka të bëjë me overthinking, me mbimendimin, do fillosh të krijosh praktika se si ti japësh mendjes një punë, mendja të lirohet nga i mbimendim, të krijoj një lloj siguri dhe ti e kalon vëmendjen në trup, fillon krijon një rregullim të sistemit nervor, ka procese të ndryshme. Nuk janë patjetër gjëra që shpjegohen këtu, por gjë e parë që është, i kam shpjeguar në bisedat e mëparshme live, ti e bësh present me sensacionet e trupit, present me ambientin. Dhe prandaj meditimi ndihmon shumë. Keni meditime në YouTube, keni meditime në Lighthouse, keni forma të ndryshme ku ne jemi prezente që ju të filloni gradualisht. Këtu unë duam tepër t'ja dedikoj pyetjeve përgjigjeve tuaja, apo manualit njerëzor, apo sjelljes të sjell koncepte dhe mençuri të reja, në mënyrë që meditimet ju të përjetoni në rahatin tuaj me godën e çajit i keni me bollok në YouTube. Në datën 1 të çdo muaji unë ndaj pulsin energjik të muajit me shumë mençuri dhe inteligjencë ju duhet, por keni dhe procese të shkurtra meditimi. Pra keni pafund mënyra se si ju të filloni të sjellni veten në një gjendje më qetësuese, relaksuese. Bile edhe ky moment që jam tani duke folur ka qëllim dhe t'ju sjellë ju në një moment hipnotik qetësie në trup. Ndiq bisedat live të mëparshme ka pafund mundësira. Dhe faleminderit që na erdhën në Reborn. Atëherë, Ester nuk mund t'i fus dot të dhënat tani, është po nuk
e bëj më bllokon, nuk e kuptoj pyetjen Adrien. Thot, okej, por nuk arri do të menaxhoj. E di që është emocion, duhet të dalë, por kur vjen e përjetoj shumë keq. E në radhë të parë do ta përjetosh, do bësh present me atë. Në radhë të dytë do kuptosh çfarë është ajo që e krijon. Në radhë të tretë, Damia e Diona, nëse ti ke një kohë të gjatë që e përjeton atë, kërko suport. Me shumë kënaqësi do të ndihmonim në takime private apo në mënyra të tjera. Në bashko në retreat, ka shumë mënyra që ti mund t'i japësh vetes ndihmë. Sepse personalisht unë nuk e kuptoj dhe vërtet nuk e kuptoj që nëse njeriu ka një gjendje ankthi të vazhdueshme, nuk i jep vëmendje. Trupi është duke të thënë diçka, mendja është duke të thënë diçka. Është vërtet duke të trokitur. Jepi mundësim, një manualin të njerëzor, një veten tënde, predispozitat e tua, sistemin tënd mendor, është një thirrje, është një trokitje në derë. Ti nuk mund ta shmangësh, është duke të dhënë një sinjal. Ndoshta ka të bëjë me zhvillimin tënd shpirtëror, ndoshta ka gjithmonë një mesazh aty. Dhe mbi të gjitha është ndjesi, nuk është e vërteta. Kur të dëgjoj ty më ngjan si një magnet, drejt e lumtur që jeton. Faleminderit shumë, lumturie, faleminderit. Më gëzon. Sepse në zërin tim unik, në fytin tim, kam të aktivizuar energji që të përcjell tek ju edhe shërimin, qetësinë, edhe është në formë hipnoze në gjendje relaksimi. Por jam duke lexuar në mënyrë që dhe në këtë momente që jeni këtu të merrni një aktivizim energjik që dërgon në trupin tuaj impulse të caktuara dhe të neutralizojë çdo gjendje tjetër që dërgon mendja juaj, truri apo gjendje mbi ngarkuar. Suela thot, faleminderit për çdo përgjigje, qartësi që marr për jetime të papërshkrueshme, këto kohë me kodet që shpjegoni, po i procesoj me qartë. Është fenomenale çfarë ne përjetojmë me qartësimin e kodit. Ata të rritësollit e din çfarë kemi shpjeguar dhe përjetuar sot. Blerina, faleminderit. Na kënaqe. Atëherë nuk po shoh. Në pyetje tjetër është, a mund të vi shërimi një individi nga prezenca e njeriu spiritual në jetën e tij? E para, kur themi fjalën shërim, duhet jemi shumë të qartë, shërim nga çfarë? Bile Diana do të quhet, nuk e di bë, si e ke emrin bë, shkruan aty Stërmili, do të sugjeronte që këtë fjalën shërimi, në radhë parë mos ta etiketonim dhe ta përdorim shumë në gjendje shumë të lirshme. Çfarë shërimi? Çfarë kërkon ti në jetë? Çfarë kërkon ky individ? Prezenca e njeriu spiritual në jetën e tij. Kush është ky njeri spiritual dhe çfarë është duke bërë prezenca e tij? Janë shumë pyetje dhe ndërpyetje të tjera që unë t'i përgjigjem kësaj. Por një pyetje e shkurtër, përgjigje e shkurtër është që duke qenë në prezencën e njeriu që ka një vibrim të lartë, ka një mision të shpërndajë energji neutralizuese, energji që hap kodet të dritës, kodet e errta, impulset e errta në sistemin tënd energjik, sigurisht ti do ndihesh më mirë. Por kjo është një përgjigje shumë universale që dhe unë nuk rezonoj me përgjigjet universale. Duhet të bësh pyetje të tjera vetes tënde, ose ndoshta këtu. Nuk ta bjen shërimi personi tjetër, është gjithmonë një bashkëpunim. Në mbi të gjitha çfarë je ti duke kërkuar në atë shërim. Tere. Njësesi, besoj këto ishin pyetjet, sepse ju ishit të përqendruar në mentorimet individuale që patëm
me vajzat këtu, është regjistruar, dëgjojeni, ndajni me njerëzit, me miqtë tuaj, pyetje që mund të keni për retreat, për tribe retreat në 19 maj. Për 6 ditë jemi në Drimadhe për herë të tretë. Na kontaktoni në DM, t'ju përgjigjemi për çdo pyetje. Në 30 mars mbaron mundësia e pagesës me trekëste. Dhe e dyta, gjithashtu ju kemi lajmëruar që në prill do ketë një aktivitet 3 orësh në Tiranë diku, në një vend që është komplet ndryshe, jashtëzakonisht i bukur. Është si ju të përjetoni atë energjinë më të lartë hynore që ju keni, të fuqishme, të bukur, ku bashkohet të fuqishmja me të bukurën, me hynoren. Që nga ambienti, që nga proceset dhe deri tek energjia. Ju rikujtoj që gjithçka është energji. Shumë herë kur vendoset, krijohet një energji e caktuar, aty ndodh transformimi. Edhe kjo është pjesë e punës tonë dhe punës e disa mentorëve të caktuar. Ky është qëllimi për aktivitetin që duam në datën 22. Ju rikujtojmë që aktivitetet tona nuk janë të formave të sallave, forma motivimi, forma që drejtuesi ri atje, njerëzit rinullur, ose meditime të thjeshta, është e gjitha një ndërtimi, një hapësirë energjike amplifikuese për kapacitete të reja të thella tuajat. Pra, përdoren shumë komponent në kombinim. Duhet i drejtuar nga Keidi, ju që e njeni Keidin, e dini se si ajo punon dhe se si ajo nuk ka nevojë të bëj shumë gjëra ose asgjë, është thjesht mënyra se si ajo hap portalet tuaja të dritës dhe si amplifikon si një projektuese energjinë që duhet të ndryshojë dhe të alkemizohet tek ju. Natën e mirë, shihemi të mërkurën e ardhshme. Mirupafshim.